Për herë të parë, maturantët në qytetin e Vlorës kanë patur mundësi të festojnë maturën ndryshe nga çdo vit tjetër, me veshjen karakteristike të kësaj dite. Maturantët e qytetit të Vlorës kanë parakaluar në bulevardin Vlorë Skel të shoqëruar nga Ministri i Arsimit Nikolla, si dhe drejtoresha e Dar Albana Hodaj. Sot ecja bashkë me maturantët në rrugët e Vlorës ishte një ndjesi të jetë e veçantë që t'jep ky qytet i historisë 100 vjeçare të shtetit tonë, ky qytet i dijes, ky qytet i kulturës, ky qytet i trimërisë. Ndaj lejomni të dashur qytetarë të Vlorës, unë të përkulem me respekt ndaj gjithë atyre arsimtarëve që në vite kanë punuar fort me pasionin e mendjes dhe zemrës për të kultivuar në Vlorë cilësinë e vërtet, për të lindur në Vlorë arsimin që do ta çojë gjithnjë më përpara Shqipërinë. 34 maturantëve më të mirë vlonjat ju janë ndarë certifikata vlerësuese. Festa e maturës në qytetin e Vlorës, sikurse e do edhe tradita, është mbyllur me hedhjen e kapeleve, pasuar dhe nga një koncert festiv.